Atëherë, Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë një masë duke dërguar forca militare dhe ushtarake në mënyrë që të ndërhyjnë dhe të frenojnë presionin e bërë nga bandat, por akoma nuk është konfirmuar asgjë në mënyrë të saktë. Alors, ils sont en train, il y en a certains qui est pour et il y en a d'autres qui est pas. Je vous entends pas. Oui, oui. D'accord. Amerikanët kanë ndërmend që të ndërhyjnë, por në një moment të dytë dhe të caktuar nëse do të vazhdohet të haset dhe më tej probleme të kësaj lloji natyre. Pra, amerikanët do të ndërhyjnë thua ti Diolu apo jo? Nëse dëgjova saktë? J'entends pas la question. Est-ce que les Américains vont vous venir en aide pour pouvoir... L'ONU a déjà ordonné à un contingent de forces de répression des gangs pour Ato kanë vendosur të marrin masën në një moment të caktuar, pasi kanë bërë disa bisedime me qeverinë vendase dhe janë duke marrë masën në mënyrë imediate do të mund të ndërhyjnë. D'accord, on a bien entendu. Ndërkohë, kam pyetjen e fundit Diolu. Momentalisht, si paraqitet situata, lutem nëse mund të edhe si është situata aktualisht në Haiti, në kryeqytetin në zonën përreth. Shkurtimisht, se jemi në limitet kohës, çfarë po ndodh tani në Haiti? A është e sigurt të dilet në rrugë apo jo? Il faut savoir que la situation actuelle en Haïti est un peu, comme on peut le dire, nous ne pouvons pas le dire, et c'est une situation catastrophique, cependant, Nuk mund ta themi saktësisht sepse situata në Haiti është pak e rënduar, et certaines zones ou certains quartiers qui est sous le contrôle des gangs armés, et cependant, il y en a certains autres quartiers qui sont, comment dirais-je, protégés par des... Të lutem, mendimin e përkthimit vetëm një sekond, nëse mund të themi Diolus të largohet pak sepse nuk arrit të dallohet asgjë gjë sepse është komplet i mbuluar. Nëse mund ta ndihmojmë pak sepse nuk e shohim dot fare Diolun, për shkak se është afruar shumë e kamerë, nëse mund të shtyhet pak, si të kemi parë më të qartë të ti. Faleminderit shumë. Të lutem. Dhe më pas të vijoj pastaj. Okej, perfekt. Perfekt. Vijoj Diolu, çfarë ndodh tani në Haiti? Comme je viens de le dire, la situation est un peu tendue parce que il y en a certains quartiers où les gangs font la loi et il y en a certains d'autres où la population circule de façon paisible et posée. Et cependant, il y en a certains d'autres régions. Alors les gens, est-ce qu'ils ont peur de sortir à la rue? Les gangs armés contrôlent aussi. Mais si ata më madhe njerëzve kanë frikë të dalin në rrugë, refuzojnë të dalin, sidomos familjet që kanë qenë të prekura nga kjo situatë. La majeure partie du pays fonctionne, dans la majeure partie du pays, les habitants ou les gens ou les Haïtiens et les Haïtiennes circulent de façon libre. Cependant, il faut souligner que la région de l'Artibonite et certaines régions du département du centre et à Port-au-Prince dans la capitale, effectivement, që Kemskov është një zonë në cilën pjesa më e madhe njerëz kanë qenë vendet, por kanë qenë njerëz të ardhur. Dhe kjo e bën dhe më të pritshme situatën, pasi njerëzit nuk kanë qenë mësuar akoma me këtë vend, dhe pas kësaj situate e bën dhe më të vështirë rikthyimin e besimit të tyre.
D'accord, on a compris. Ok, kam në një pyetje të fundit, për Diolun. Pyetja e fundit që kam, Diolu, është kush është pas këtij sulmi? Ky persona që kanë kryer sulmin, në 1 minutë lutem se jemi në limite. Janë persona me rekorde të theksuar kriminale, janë grupe kriminale, çfarë të shkuar kanë persona që kanë kryer këtë sulm? Që janë grupe kriminale, por sa të theksuar e kanë shkuar në kriminale tyre? Oui. D'après les informations qui sont ok, il faut souligner que dans la coalition criminelle Vivre Ensemble, il y a